Nëse je një nga këto 4 shenja, dikush po merr një vendim për ty. Jo çdo vendim në jetën tuaj merret nga ju. Ndonjëherë dikush tjetër vendos në heshtje, pa ju thënë asgjë. Kjo periudhë sjell energji të forta që zbulojnë situata të fshehta, ndjenja të pashprehura dhe plane që kanë qenë duke u ndërtuar pas shpine. Në dashuri, një person mund të vendosë nëse do të qëndrojë apo largohet. Në punë, dikush mund të vendosë për një bashkëpunim, një ndryshim ose një mundësi. Universi po ju paralajmëron që të mos qëndroni pasiv. Qëndroni deri në fund, sepse një nga këto shenja duhet të veprojë menjëherë. Akrepi. Një person po mendon seriozisht për të ndryshuar dinamikën e marrëdhënies me ty dhe kjo energji ndikon emocionet. Ky vendim lidhet me besimin, kontrollin dhe stabilitetin. Mund të jetë partneri, një mik ose një bashkëpunëtor. Shenjat janë të qarta, por kërkohet vëmendje për t'i kuptuar. Në dashuri, kjo periudhë mund të sjellë tension, por edhe qartësi. Nëse je në një lidhje, dikush po analizon të ardhmen. Nëse je vetëm, një person mund të vendosë të afrohet. Në punë, një drejtues ose koleg mund të marrë një vendim që ndikon drejtimin tënd. Financat kërkojnë strategji dhe maturi. Mos reagoni emocionalisht. Universi të fton të marrësh kontrollin dhe të mos lejosh të tjerët të vendosin për ty. Ky është momenti për të treguar fuqinë dhe për të krijuar respekt. Vendimet që merr tani ndikojnë stabilitetin dhe transformimin. Mos u frikëso nga e vërteta. Ajo të jep drejtim. Binjakët. Një situatë që lidhet me komunikimin dhe informacionin po lëviz në heshtje. Dikush po mendon të tregojë një të vërtetë ose të ndryshojë qëndrimin. Ky vendim mund të vijë papritur përmes një mesazhi ose takimi. Energjia kërkon qetësi dhe fleksibilitet. Në dashuri, kjo periudhë sjell qartësi. Nëse je në një lidhje, partneri mund të vendosë për një hap më serioz. Nëse je vetëm, një person që ka hezituar mund të afrohet. Në punë, një bashkëpunim mund të ndryshojë drejtim. Financat përmirësohen përmes ideve dhe strategjisë. Universi të fton të mos e injorosh intuitën dhe të jesh i hapur ndaj ndryshimit. Ky është momenti për të marrë kontrollin mbi rrugën tënde. Vendimet e të tjerëve nuk duhet të përcaktojnë vlerën tënde. Qëndro i fokusuar dhe vepro me zgjuarsi. Energjia favorizon zhvillimin dhe rritjen personale. Mos u kthe pas. Britsjapi. Një vendim që lidhet me stabilitetin dhe të ardhmen po merret nga një person me ndikim në jetën tënde. Mund të jetë partneri, një familjar ose një drejtues në punë. Kjo situatë kërkon maturi dhe durim. Shenjat janë subtile, por shumë të rëndësishme. Në dashuri, një person po mendon për një hap të madh. Nëse je në një lidhje, mund të diskutohet për stabilitet ose ndryshim. Nëse je vetëm, dikush po vlerëson seriozitetin tënd. Në punë, një mundësi ose përgjegjësi e re mund të vijë papritur. Financat kërkojnë planifikim dhe kontroll. Universi të fton të mos reagosh menjëherë. Analizo dhe vepro me strategji. Ky është një moment për të treguar pjekuri dhe për të ndërtuar respekt. Vendimet që merren tani ndikojnë stabilitetin afatgjat. Beso tek procesi dhe mos dysho në vlerën tënde. Energjia favorizon suksesin dhe sigurinë. Dashi. Një person po vendos nëse do të qëndrojë në jetën tënde apo do të largohet dhe kjo situatë kërkon forcë emocionale. Ky vendim lidhet me sinqeritetin, besimin dhe drejtimin e marrëdhënies. Shenjat janë të qarta, por kërkohet guxim për t'i pranuar. Në dashuri, kjo periudhë mund të sjellë tension, por edhe qartësi. Nëse je në një lidhje, një bisedë e rëndësishme mund të ndryshojë drejtimin. Nëse je vetëm, dikush mund të vendosë të afrohet papritur. Në punë, një drejtues ose bashkëpunëtor mund të vendosë për një mundësi. Financat kërkojnë disiplinë dhe kontroll.
Universi të fton të mos presësh që të tjerët të vendosin për jetën tënde. Ky është momenti për të marrë drejtimin dhe për të vepruar me vendosmëri. Vendimet që merr tani krijojnë stabilitet dhe respekt. Mos u ndal nga frika. Energjia favorizon guximin dhe fillimet e reja. Nëse ndjeve se ky mesazh ishte për ty, shkruaj në koment shenjën tënde dhe fjalën zgjohem për të aktivizuar energjinë e këtij ndryshimi. Mbështete kanalin me një like, sepse çdo përqim ndihmon që këto mesazhe të arrijnë tek më shumë njerëz. Mos harro të abonohesh dhe të aktivizosh njoftimet për të mos humbur paralajmërimet e ardhshme. Shpërndaje këtë video me dikë që ka nevojë për këtë mesazh.